cilat kanë qenë reagimet e brendshme, brenda për brenda lidhjes demokratike të Kosovës në raport me juve që jeni si liste e Vjosës, si po njihet? E kalumja nuk ka qenë shumë e mirë, kisha me thonë, në ato procese që ka ndodhë brenda lidhjes demokratike dhe gjithë qytetarët ato i dinë dhe ne nuk do t'i shmangëm. Është një rregull që problemi më i madh është kur palët nuk pajtojnë që ka problem. Aty ka qenë një diçka e cila duhet të zgjidhet. Ajo që kam pa unë në bashkimin që ndodhe mes Vjosës dhe po mendoj lidhjes demokratike të Kosovës ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm. Kam pa njerëz të cilët mendje kanë prit një moment të tillë. Unë e kuptoj që mund të ketë rezerva nga njerëz të tjerë që është normale, por mendoj se secila parti që rritet shumë fillojnë proceset e brendshme të lëvizjen dhe mos harrojmë konfliktet janë motor lëvizjes i shoqërisë. Unë mendoj se lidhja demokratike i ka pas krizat e veta, por jam fuqishëm i bindur që është në prag të kalimit të krizave dhe këtu e tutje gjitha hapat e tjerë do të jenë shumë sigurt, sepse i kaluar thuajse të gjitha krizat e mundshme që mund t'i kalojë një parti. Edhe kjo më ka bo edhe mu me besu që unë mund të futem me një parti, se kjo është pika më e ulë ku ajo mund të ketë rënë edhe këtu e tutje gjithmonë do të ngritet. Edhe do t'isha shumë i lumtur t'i takoj një organizate që është Lidhja Demokratike e Kosovës, që fillojnë nga pika ku është më e ulët dhe shkoj duke ngritur bashkë me të.